Prej hakit të këshijës që e ka përmendur pejgamberi alayhis salam dhe dietarët kanë thënë nuk dim në hadithet e pejgamberit alayhis salam hadith më kërcënues se sa çka hadith. Dëgjoj tani. Transmeton Abu Huraira, hadith e ka xhir Imam Ahmedi në Musnedin e tij dhe ka saksuar Hoxha Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Thotë Abu Huraira, erdhi njëri te pejgamberi alayhis salam edhe filloi me përshkruajt një këmbëshikët vetëm. Edhe filloi mi thon shumë falet, jo farz, nafile. Tha shumë falet, shumë agjeron, jep sadaka, subhanallah. Adhe Ibn Hajar ka thënë thotë, kjo e çuditshme. Ç'kjo e çuditshme? Si o mbledh sadaka tu dhon, tu agjenu e kanal barkin pi ushimit, i ka dhën parët, megjithatë dëgjojmë në fund hadithit çka ka ndodhur. Thotë, mirë po i ka thonë ja Rasulullah, shumë mbej mundon kushit. I mundon kushit kjo gruaje. A ka mundsi çfarë puna kësaj gruaje? I ka thonë ky pejgamberit alayhi salatu wasalam. I ka thonë alayhi salatu wasalam, "Hiya fi an-nar, ayan jahannam." Falet shumë, agjeron shumë, jep sadaka shumë, i munon kumshit. Fqin. Ajo thanë jahannam. Pastaj i tregoi tha ja Rasulullah, e kena një kojshike tjetër. Ajo nuk agjeron shumë nafile, as nuk ka me dhënë sadaka, ka një herë, shiko, ka ardhur, ka thonë jep minel ukut copa djathit djath dvogël, end dvogël, apo ka thonë qatë sa ka bile ende djathi pa u bo, ende nga qumshti tu u ka, apo ende pa u zonë mirë, s'ka pas. Ka thonë dhe i falë veç farzët. Ka thonë mirë po krejt komshit e lavdrojnë për moralin e mirë të asajna. Qka thu për këtë gruje? Tha alayhi salatu wassalam, hiya fil janna, që kjo në gjennet. Maran se çka nuk di. Pe ose i është përshkruajt një gruaje kështu, ka thënë ma kushit se dojnë në xhenem. Tjetra kështu pak munohet, s'ka mundsi, ka thënë kjo në xhennet. Andaj sa është hak i madh i kushitës? Sa është hak i madh i kushitës që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej asaj që ka përmend pejgamberi alaihi salatu wasalam në hadith nga Sa'd ibn Abi Waqqas është se pejgamberi alayhis salam e ka bërë kujshijen pi lumturisë kësaj bote. Libasat i knojnë dashnisë, lumturisë, jetës së mirë, jeta e gjelbër të kujt diçka une, prej gjërave të rreme dhe utopi të ndryshme. Pejgamberi ka thënë, a e dini çka është lumturia? Lumturia. Çfarë është lumturia? Ka thënë 4 janë pi lumturisë, edhe 4 janë prej shkavllokit. Ja, 4 janë prej lumturisë, 4 janë pi shkavllokit, prej veprave të mjeruarve. Në veprave që janë të muslimanëve. Ka thonë cilat janë 4 të njerëzve të lumtur? Ka thonë, e para gruaja e devotshme. Gruaja e devotshme, ta ruan nderin, ta ruan moralin, ta ruan shtëpinë, s'ka më lumturi se kjo. Allah i bën gratë tona të devotshme. Edhe mund të shoh rinisë muslimanëve grave të devotshme, të cilat ndërtojnë shtëpi, e ndërtojnë mbreze të devotshëm të ardhshëm. Ka thonë e para, gruaja e devotshme, o shtylla e lumturisë. E dyta, ka thonë, wal maskanul wasi, kur shtëpinë e ki gjan. Jo pi lumturisë kësaj bote. Kur e ki shtëpinë e gjan. Pse? Jani thotë, shtëpinë e gjan për mu xhanuane. Jo vetë ti mu xhanuane. O me thirr misafir, e me pas gostit, nga se tema e ardhshme është pejgamberi sallallahu me gostit. Se ka prit misafirin sallallahu alaihi wasallam. Apo, atë më ka pas çepse ta ketë shtëpinë pak më gjan. Mirë po, tash njëri thot sa gjë, 1000 metra, jo, ka da. Pejgamberi e ka prek çatirën me dorë. Dhe pejgamberi ka pas dhomën e vogël. Pra e gjante ato, nuk ka e gjante na. Jo, nuk ka e gjante na. Apo, çka llogarit ato e gjant? Çish e ka pas pejgamberi shtëpi të kallzoj. Pejgamberi kur akonte dhoma e Aishës, në rendin e Aishës. Edhe u ka fal namaz. Thot nëse Aisha u kanë ult e shtrime, o dash me ingrej kam që në me rasejshdi, se ka zonë. Qa që ka pas dhomën për nga mesra? Sa me ra me flet, edhe më ullë me një vend. Kjo ka qenë dhoma për nga mesra. E tash ju krahasone do më thonë sa i bje e gjanë. Apo, mësë shkoj e meja do më thonë 700 metra katror. Jo, shpi që ti mund është me morë frim ta. Qiko, është e quditshme. Njeri, sa është ma i gjatë? Hajde, 3 metre tash. Ademi a.s. më konë 30 metre. Sot, ma i gjatë, 3 metre logaritë shumë i gjatë. Apo, një e 70, një e 90, e kështu me ra. Mirë po, një e 70 e sa është gjërësien, se e ka? Shumë pak e ka, as gjysëm metrë nuk e ka. Me gjitha ta, apo, thot mu nuk më zë pas me pas dhomën 20 me 20.
Jo vetë zë, por lakmia është shumë e madhe. Lakmia është shumë e madhe. Andaj dojna mi zanë edhe gjadët në shtëpitë tona. Ma kujdes pak, nga se i hina hakve tjerë. Ka thënë e dyta. E treta, ka thënë wal jaru salih. Edhe komshien kur e ki devotshëm. S'ka më lumturi se kaq. S'ka më lumturi se ti merr rrugë e lefçinin sigurt. E tash njëri thot, si e sigurt o gjë, pa kamerë kur gjë. Shiko kanë mëri musliman, mahal, fqinjën e vetë, prej hajdutave të shumë që qarkullojnë, menue, kamera. Apo, mos më kanë rahat për kujshijës. Ti ki me shku të azojna haqëllëk, a ki me shku në omre, a ki me shku dikun shëtitje, thjesht. Si e sigur, këshirë dikush qarkulloj ati pari, pse, as mjafton kujshija. As mjafton kujshija me thonë, shko kujshi, unë jam këtu, për çka të dush? Allah në përmisov të gjithë. Ka thonë kujshija është prej lumturisë së kësaj bote. Ka thonë edhe e katërta cila është, ka thonë e katërta prej lumturisë është kur e kije devën e mirë. E ta është e mirë ta përkthejna me Mercedes. Jo, kjo është domethënë me pas vetur. Ato pejgamberi ka pas vetur. Vetur ka pas. Ka pas deve, ka pas kali, ka pas mushk, edhe ka pas bakti. Pejgamberi kur ka bëu haxh të ndërua vëzë. Kur ka bëu haxh, i ka prej 100 kurbana. 100, thuhet si mbi 60 vet i ka prej. Vet i ka prej. Sallallahu alaihi wasallam. Çfarë takati do të më pas në dorë që i prej 60 deve. Apo e hini në YouTube, lipni si prejet devja. Qyrish ka ju ban arabëve kur e presin devën. Deva është arrogante. Andaj ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, devja i ngjason shejtanit në arrogancë. Apo pejgamberi ka thënë prej mirësisë së kësaj bote është me pas veturën e mirë. Ta përkthejna kështu. Qase ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, el markab, aty ku ti transportohesh me ta. Ti transportohesh me ta. Dhe katër prej mjerimit, prej shkavllëk i cila është, ka thënë, e para, ka thënë komshia i keq, ja ka nisë për komshies. Si ta kish komshien i keq, si rahat. Ani pse e kish shtëpinë e madhe. Fqinji është me rëndësi. Ka thënë e dyta, gruaja e keqe. Ati i hin 5.000 euro edhe 5.000 lafe. S'bëhet rahat. Apo gjithë ato të hira hina për shtëpitë e muslimanëve, subhanallahu el azim, dhe prap neve na vijnë mesazhe, thotë xholla ka më shluket gruaja. S'mahat kjo. Po pse ki më shlu valla? Pse ki më shlu? Thot këta ja kumbo, e ka pani diçka atje, s'bëhet rahat. Apo s'bëhet. Gra duhet më kanë të kujdesshme. I ranojnë burrat. Hini lexoni psikologji, sa ranohet burri për grave, për fjalëve të grave. Shumë ranohet, apo? Atë ka thënë gruaja e keqe, dhe tjetra kur e ki shtëpinë e ngushtë. Edhe e katërta ka thënë kur e ki veturën e keqe. Kur e ki veturën, atë mjetin e transportues të keq. Kjo ka qenë prej asaj se ne ka përmend pejgamberi alayhis salatu wasalam, dhe gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wasalam ka bëu dua që Allahu ta ruajë pi fqinjit keq. Ka thënë alayhis salatu wasalam, Allahumma inni a'udhu bika min jari su fi dari al-maqama fa inna jara al-badiyati yatahawwalu. Ka thënë alayhis salatu wasalam, o Allah, unë kërkoj mbrojtjen tane. Sigur kur thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ka thënë alayhis salatu wasalam, a'udhu billahi min al-jari su. A këtoni sa ana? Ti thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, mos më ngut shejtani. Pse më ka thënë kadal? Thuaj edhe a'udhu billahi pi kushijës të keq. Se ta dëmër në qafë. Kushia i keq të mërë në qafë. Ta qënë jetën, kaos ta qënë jetën. Ta banë jetën anomali, këtë së regullim. Se di kush kur gjanë nuk di ati. Kushi që s'duhon, kushi që s'respektohon, kushi që s'kan, do mënë, nivel të nderimit të ndërsjellë me zveti, ata s'kan lëmë të ati. Ata s'kan lëmë të ati. Ka thënë alayhi salatu wasalam, o Allah, rujëm prej kushijës së keq, sepse kushija me të cilën ti banë udhe, aj, jetë hawelu, kryot aj. Që njënë e ki, të zone ka qëllu në aeroplan. Ka po? Të munon. Thu, një kojshie kam qëtu, po kjo aeroplan së rinë hava sa herë. I zri poshtë, apo? Ke shku dikun me autobus, dikun, ajo kryet, apo? Ama, qka i ban 60 vjet një kojshies? Qka i ban 60 vjet një kojshies? Andaj ka përmeni i bënkaj me njëzije, se gruja faraonit, kur ka lip të Allahu me fitu, e dini, gruja faraonit është prej gjenetlikeve, 4 gra matë moja të kësaj bote, edhe të akireti. Kur ka lip shpi të Allahu, ka thonë, o Allah, ibni li indeke bejten fil gjenne. Apo, ka thonë, o Allah, ndërët shma muë të ti një shpi. Të ti një shpi. Komentatorë që ka kanë thonë, pritëri bënkaj i vëllëzije, ka thonë, e ka lip komshijin para shpijes. Të ti kojshi. Të ti shpi.
Domthon, ti një herë lipe njerin e mirë, pastaj e gjen edhe shtëpinë e mirë. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e ka përcjell tek shokët e vet që të kërkojnë mbrojtje prej komshijes